Përjetimet janë shumë trona për mu. Përjetojmë vështirë, vallaj, po që më bon, jeta duhet më vazhdu. Dubrava ishte pjesë e mekanizmave të represionit shtetëror të përdorur kundër shqiptarëve të Kosovës. Njëzet e 7 vjet më pas, muret e burgut të Dubravës vazhdojnë të mbajnë brenda kujtimet e njërës prej masakrave më të mëdha të luftës në Kosovë. Në vendin ku vra 117 të burgosur shqiptar, në përvjetorin e 27 u mblodhen të mbijetuarit, familjarit e viktimave dhe përfaqësues të institucioneve, për të nderuar të rënët dhe për të kërkuar sërish drejtësi për krimet e kryera nga forcat serbe gjatë luftës së fundit. Përjetimet janë shumë trona për mu. Sidomos të ditë kur vinë, është shumë rëndë për neve ishtë mjetuarve të kësaj masakre. Që t'ju thëmë? Kemi qenë treshtu në atë pjesën aty. Edhe filloj pastaj bombardimi 3-4 ora të mëngjes. Kanë gjujt me tëna mjetet e tyre që kanë pas ushtarake. Ka qenë një tmerë për neve këto. Tmerë, nuk di që të thëmë. Dhe sidomos mu po më vret tash, mas shumë po më vret edhe kjo ekspozita e kësaj këtu. Kemi pas armë që ishte në Prishtinë e ekspozita. S'kemi pas armë, s'kemi pas asë bukë me ongër, le më armë, ku me gjithë, ku me pas, atë fatë me pas armë. Se bashkë kisha pas dëshirë me pas armë, por nuk kemi pas armë. Të smonej, vëlla mas me është kalon grunë edhe 5 fëmijë, edhe përkujtojnë vështirë për shumë. Po, kem hek shumë kohë, shumë ditë për me gjithë, desa është verifiku, desa kemi gjithë, se kam një vërrez masiva ku në përgjithshme që që kanë gjithë aty. Tash për përjetojnë vështirë, vallaj, po që më bon, jeta duhet më vazhdu, s'ka. Burri Yusuf Hoxha, qëto është i vëra, masakrën së në këna gjithë halje. Që është të s'pëdi qëtër, shka me thamë. Pa presëm mos për gjinët, për jasë, s'ka kërkam. Bëlla në vajmë shka për shka me më. Shka rëzë dhe t'i qështë. Sot kjo datë në i cilë në kujtesë, ato ditët mërshme. Ndërsa kjo përvjetur është më janë së të tjera, sepse me ekspozitën e mbajtur në Prishtinë, në sheshin Nëna Terezë, janë ndurë të gjithë të burgosit në familjarët tanë. Përmes ati prezentimi me komunikatët në versionin e udhës për masakrën e burgun e Dubravës. Pas 27 vitesh, në mes të Prishtinës prezentohet një ekspozit për të mashur qytetarët, lidhur me masakrën e burgun e Dubravës. Ekspozita e 24 marsit 2026 nuk është vetëm gabim. Ajo është një prezentim i qëllimshëm i deklarimeve të udhës sa asaj kohë për masakrën e burgun e Dubravës. Kime që ka vërë Serbia, nëna burgun. Këto janë krasit drejt për drejta. Kjo është komandanti i burgut. Kjo është makina mrenda burgut e komandantit burgut. Kjo është makina e komandantit burgut pas bombardimeve që është bërë. Burgu është vend ku shteti e mbyll derën nga jashtë. Ai që gjendet brenda tij nuk ka as armë, as liri e as mundësi që të mbrohet. Jeta e të burgosurit është në duar të institucionit që e ruan. Për këtë arsye, masakra e Dubravës ndodhi brenda një institucioni shtetëror në administrimin e shtetit serb, mbi njerëz të qarmatosur, të mbyllur dhe krejt të pambrojtur. Pesha e krimit bëhet edhe më e rëndë kur dihet se të burgosurit politik shqiptar nuk ishin aty rastësisht. Në pranverën e vitit 1999 në Dubravë u sollën njerëz nga burgje e qendra ndalimit, nga Kosova, por edhe nga Serbia, të dënuar politik,
të dënuar për vepra të ndryshme, të arrestuar rreth anët e luftës, u grumbulluan për to. Të gjithë u gjenden brenda këtij burgu që ishte kthyer në një instrument të krimit shtetëror. Në fund të muajit prill e në fillim të majit 1999, autoritetet serbe transferuan burgosur politik shqiptar nga burgje të ndryshme drejt Dubrovës. Ky përqendrim masiv i burgosurve në një hapësirë të vetme ndodhi pikërisht në kohën kur regjimi Miloševićit po zbatonte planin gjenocidal në Kosovë. Dubrava ishte pjesë e mekanizmave të represionit shtetëror të përdorur kundër shqiptarëve të Kosovës, e që gjatë luftës u shndërrua në poligon pushkatim. Në studimet bashkohore mbi kujtesën dhe dhunën, burgjet e regjimit konsiderohen si hapësira të kontrollit politik dhe të prodhimit të frikës kolektive. Burgjet në ish Jugosllavi, e sidomos ato në Serbi gjatë viteve 80 dhe 90, u përdorën sistematikisht kundër veprimtarëve politik shqiptar, studentëve dhe intelektualëve. Për këtë arsye, historia e Dubravës lidhet drejt për drejt me historinë më të gjerë të burgosjes politike të shqiptarëve në ish Jugosllavi. Në ato ditë të majit të vitit 1999, brenda burgut të Dubravës, shteti kriminal i Serbisë kreu një ndër aktet më çnjerëzore. Nga rreth 980 burgosur shqiptar, 116 u vranë, 185 u plagosën, ndërsa profesori dhe mendimtari politik u shilhoti u zhduk me dhunë. Në secilin burg, ja fillonin këngë homazh për shokët tanë, kaq kishin na, s'moj shumë ma shumë, por i kujtonin me këngë. Dal nga dal, po vjen behari, dal nga dal, po na vjen, në përfusha dhite i bari, dal nga dal, po na vjen. Po na vjen, po na vjen, po ta zjen, shokët tanë, kjo luftë po na i rëmben. Masakra në burgun e Dubravës u këshin hotin e gjeti pikrisht me të burgosur të tjerë shqiptarë. Por, a erdhe vetë u këshini këtu? A erdhe vetë ata të burgosur këtu? Jo. Të burgosurit i sollën pushteti i Jugosllavisë. Këte duhet të mos e largojnë se vetëm Serbia të akuzohet gjithësisht të përmendet, por ka qenë edhe Jugoslavia. Jugoslavia me hershme dhe Jugoslavia Miloševićit. Prandaj përgjithësia e këtyre dy republikave, Malezi dhe e Serbisë, është e barabartë në këto krime. Kjo masakër konsiderohet një prej masakrave më të mëdha në Kosovë kundër shqiptarëve nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Masakra në burgun e Dubravës është kryer prej 19 deri më 24 maj të vitit 1999.